Përshëndetje, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Esoterizëm. Sot do të vazhdojmë rrugëtimin ton me titull Udhëtimi për tek vetja, është pjesa e tretë. Do të flasim pak sot për një sistem shumë të rëndësishëm në jetën tonë, në jetën e përditshme, por edhe në mënyrën se si ne jetojmë. Do flasim sot pak për sistemin e tretjes, dhe pse ky është një nga këto sistemet më të rëndësishme. Këto episode që kanë filluar të bëhen kanë vetëm një qëllim, që ju të dëgjoni dhe të njihni sadopak rrugëtimin për veten tuaj. Sado që unë t'ju flas apo t'ju tregoj për të gjitha studimet që unë kam bërë, kërkimet që unë kam bërë, apo dhe informacionet që unë mbledh për t'i sjell këtu, janë të kota në fund nëse ju nuk filloni të fusni veten tuaj në praktik. Për aq kohë sa nuk e përjetoni brenda ose nën lëkurën tuaj, të gjitha këto që do dëgjoni shumë shpejt do t'i harroni.